Përshëndetje të nderuar shikues, mirë se ardhët edhe këtë pasdite në ditën e nesër gjithmonë në DTV Media. E sot do diskutojmë për aktrimin, për një rrugtim goxha të gjatë me kështu shumë vështirësi, por me plot vullnet, dhe pikërisht për këtë temë kam nderin ta kem sot studio aktorin Bleron Evzio. Përshëndetje. Përshëndetje, dhe faleminderit për ftesën. Mirë se ke ardhur dhe faleminderit që ke gjetë kohë. Mirë se u gjeta. Si ka filluar rrugtimi jot? Rrugtimi, ideja, ëndra ka filluar për fëmijë, si çdo fëmijë që i ka ëndrat e veta, dhe ëndra jam ka qenë që kur të rritem në ditë të bëhem aktor. Dal para publikut edhe ta shfaq talentin tem, artin tem para njerëzve. Vitin 2021 jam regjistruar në Fakultetin e Arteve, në degën aktrim, në klasën e profesoreshës Arbnesha Grabov Sinixha. Edhe për aty domethënë kam filluar bashkë me studimet edhe punë në teatr, në film, në seriale kështu me radhë. Cila pjesë pëlqen më shumë e aktrimit? Sepse ju keni, domethënë jeni ndoshta në gjitha fushat e aktrimit e keni përjetuar nga pak. Si aktor në secilën fushë, si në film, si në serial, si në teatr, në reklama apo çka do qoftë, duam me dhënë maksimumin tonë edhe me u kënaqë me bëu me vullnet atë punë. Po si çdo aktor besoj që secili e gjen veten shumë te teatri, që është shumë afër publikut, po edhe te filmi, edhe te fusha tjetër, domethënë gjithmonë është ajo kënaqësi që jep gjithmonë para publikut, si përmes kamerës, si kur në teatr që je live e përjeton çat emocionin e publikut, çat kënaqësinë e publikut, po ashtu edhe në film. Teatr është kështu më personale, duket. Teatri është personale se e ki reagimin e publikut aty për aty. E merr vesh reagimin e publikut sa janë skin. I dëgjon reagimet e publikut, nëse është komedi, dëgjon qeshurat, nëse është dramë, shet çat qetësinë që janë të dëgjuar gjithë. E kështu me radhë, domethënë teatri është shumë më afër aktorit, shkaku i emocioneve që të jep. Pra edhe dalja kështu në skenë, është emocionuese, a kërkon shumë përgatitje? Po, kërkon shumë përgatitje, sidomos teatri për atë shkak bën prova me muj, për me qenë sa më korrekt, sa më i përgatitur, me mujt me nxjerr gjitha ato që i ki nga vetja aftësitë tua, dhe është një përgjegjësi shumë e madhe kur del para publikut. Në teatr nuk ka pauzë, domethënë je gjithmonë live. Dhe gabimet nëse ndodhin, që është normale edhe me ndodh, duhet me përmirësu aty për aty. Që mos me dal jo korrekt para publikut. Pika për mos me dal jo korrekt para punës, e pastaj edhe para publikut, që kemi përgjegjësi më të madhe. Po, në farë mënyre, keni ju ato metodat? Po, janë metodat e koncentrimeve që i bojmë, provat e gjata që i bojmë, domethënë sjellin çat koncentrim kur dalim para publikut, që me qenë gjithçka në rregull, me dal që ajo që kemi punuar në prova, me dal edhe para publikut. Se provat bëhen për çat punë që para publikut, me qenë që ajo puna e madhe në prapaskenë që bëhet, me dal si diçka e bukur para publikut. Po pikërisht, sepse kemi disa muaj prova, për shembull. Mundemi pas ndoshta edhe prova më të shkurta, një muaj për shfaqje më të shpejta, por shfaqjet e zakonshme 2 muaj, ndoshta janë ato që me të vërtet përgatiten, por a është ndoshta emocioni i njëjtë në prova si në skenë? Emocione gjithmonë ka në skenë, sikur në prova dhe sikur para publikut, por para publikut është një emocion tjetër, rritet përgjegjësia shumë herë më shumë. Se e keni përgjegjësi para publikut, se pika parë kanë ndarë një kohë për ty. Ndoshta është sa më i çmuar që e kanë edhe ndajnë për ty 1 orë, 2 orë, sado që zgjat shfaqja, edhe gjithë koncentrimi është te në skenë. Është një përgjegjësi shumë e madhe, automatikisht edhe një emocion shumë më i madh. Po gjithmonë si aktorna duhet me i shfaq emocionet e tona si në prova, po ashtu edhe para publikut. Kështu që emocionet në skenë janë gjithmonë. Sfund me ju e keni pas edhe një shfaqje, mundemi me diskutu për ato, sepse ka qenë goxha e veçantë. Po, patjetër shfaqjen e fundit që kemi pas tash ka qenë premierë në ditën botërore të teatrit me 27 mars në teatrin Avdush Hasani në Podujev. Ka qenë në koproduksion me teatrin Avdush Hasani. Shfaqja është më e vërtetë se e vërteta, në regjitë e Kasia Saqipit, ku luajmë unë, Elza Krasniqi edhe Rion Fetao. Se asistent regjie kemi pas Lende Aliun, për skenografinë është kujdes Artan Hasani, edhe punëtor teknik të teatrit Avdush Hasani. Shfaqja ka një temë shumë aktuale, flet për inteligjencën artificiale, ndikimin e inteligjencës artificiale tek njerëzit. Po mundohem me ta shpjegu pak në pikat shkurta, edhe për ty dhe për publikun që ne kam pa. Shfaqja flet për një shok që është në depresion, Julian, edhe
shoku tjetër Francesco, që më shbesu mu si personazh, tenton me largu prej depresionit. Ajo është depresion shkaku që nuk po mund me gjetë lumturinë, nuk po mund me gjetë një grua që më koni lumtur me ta dhe me vazhdu jetën me ta. Edhe Francesco se bjen mend një prodhim i ri që ka dalë që është një robot që mund dësh me programu që është dënë ti. E marrin këtë robot e përkundër refuzimeve të Julius, e programojnë sikur gruan e Julius, dashurohet Giulio ekstremisht shumë sepse bëhet shumë njerëzore roboti, Chloe, po gjithashtu dashurohet edhe Francesco në robotin. Edhe është kjo xhelozia mes dy shokëve ndaj një femne që harrojnë që është robot. Derisa vjen një lajm prej kompanisë që e kanë mbledh që këta robota janë bë vdekje plurs, po i vrasin pronarët e vet, domethënë ka dalë jashtë kontrollit, jashtë programit. Edhe është momenti më delikat ku duhet me i tregu që je robot edhe duhet me të kthy ku të kemi marrë. Po pikërisht në atë moment Chloe ka një monolog ku na kallëzon që në kohën që jemi sot njerëzit janë bë robota, robotat po bëhen njerëz. Janë bë më të ndjeshëm se na dhe po i shfaqin ndjenjat më shumë se na. Kjo pak a shumë çka ndodh në shfaqje. Mesazhi i fortë ndoshta. Edhe mesazhi që kemi filluar me u robotizu, po them që nuk po i shfaqim ndjenjat sa duhet, po i mbajmë ndjenjat brenda vetës, kemi bën një rutinë që punë shpe nuk po jetojmë sa duhet. Nuk po shijojmë çat të përditshmërinë tonë. Ky është mesazhi më i fortë që na mundu me dhon. Edhe te publiku, po besoj që kam rri mirë te publiku që kam pa shfaqjen. Shfaqja është aktive alon e teatrin Abdush Hasani, në muajin e maj do dalin datat kur do të jetë në cilat data do të jetë në teatr edhe ju ftoj me pa. Sa ka qenë vështirë me trajtu një temë goxha sensitive, mundemi me thonë. Po temë shumë delikate, shumë e ndjeshme. Ka qenë e vështirë shkaku që dash me përçu këtë mesazh në mënyrë më të mirë mundshme, sa më korrekt që mos më marr kahje tjetër. Po ekipi ka qenë fantastik, ka pas energji shumë të mirë, me Elzën e Rionin kemi punuar edhe më herët, edhe me Kaçën. Kemi qenë një ekip që njihemi me zveti mënyrën e punës, edhe ka shku shumë mirë, shumë pra, gjallë. Pra dhe kjo mund të thonë ndoshta është e rëndësishme për me dojë shfaqja sa më mirë, sepse kur aktor ndoshta e ka një lidhje me zveti, një shoqëri, një mirë kuptim, atëra ajo vrihet edhe në skenë. Energjia në ekip është shumë e rëndësishme. Ndikon pikapar tek aktorët në prova, nëse ka energji të mirë ose të keqe, edhe do të qoftë për mirë, ndikon natyrisht për mirë që puna bëhet më vullnet, më me qef, shkon në prova më me qef. Po edhe kur është energjia e keqe që unë kam pas fatin që nuk më ka ndodhur hala me pas këtë energjie, normal që mund me ndiku për keq që shkon shfaqja më ngadalë, procesi provave shkon më ngadalë, më çalojnë provat, po në këtë shfaqje ka pas energji fantastike dhe ka shku tepër mirë procesi. Çka ka qenë për shtypje mas shumë, të ndoshta çfarë komentesh keni marrë pas shfaqjes? Komentet më të mira kanë qenë që shfaqja i ka bërë me reflektu. Këto janë kanë mesazhet më të mira që kemi mujtë me marrë pe publikut, sidomos pe publikut, po them publikut thjesht që nuk janë aktorë ose regjisorë, ose nuk janë në botën e artit, po veç kanë ardhur me pa shfaqjen. Po sepse i ka intrigu tema. I ka intrigu tema, edhe kanë reflektu për kësaj teme, e kjo ka qenë mesazhi më i mirë që kemi mujtë me marrë. Po. A ka qenë vështirë me trajtu temën dhe ndoshta sa ka qenë një gjatë procesi? Sa kanë qenë ashtu provat, sa të shpeshta, apo sa ka kërku para përgatitje? Prova kemi pas thujse çdo ditë për rreth 2 muaj prova. Kemi pas gati për ditë, po gjithmonë ka qenë orar fleksibël. Regjisori Kastrioti është shumë komunikues dhe shumë bashkëpunues me neve aktorët. Nuk punon më shumë me neve se sa që ne e japim. Më thonë kur e shet që ka ardhur një lodhje prej aktorëve ose diçka, në atë moment i ndalim prova, do më thonë ka shku me shumë qef, secila ditë e provave. Kemi punu me shumë qef, me atë fortë sa kemi pas, me atë aftësi sa kemi pas me shfaq këtë temë. Ka qenë normal sfiduese, si çdo shfaqje që është sfiduese, duhet me dhonë mesazhin se cilën shfaqje, dhe kjo shfaqje ka pas sfidat e veta dhe jemi mundu me kalu dhe kena kalu dhe këto sfida dhe jemi mundu me qitë shfaqje në mënyrë më të mirë të mundshme. Pikërisht do po besoj që e keni arritë, sepse tek sa keni marrë edhe komente pozitive, pra reflektime. Ajo është gjëja që ndoshta i ka qenë pikë qëllimi, pra
gjëja kryesore që e keni prit, dhe me të vërtet e ka pas një ndikim tek publiku, ndoshta vetëm pak me pas me shiku pak vetën, sepse nga njëherë edhe harrum, sepse është epoka digitalizimit. Ndoshta mbërthehemi në telefona, në teknologjitë ndryshme, cilat nuk kalojnë ndoshta me jetu, pra. Ndoshta vetëm një ecje në natyrë mundet me na kthy pak atë ndjenjën njerëzore që e kemi edhe kënaqësinë me gjërat pakta. E vërtet, një ecje se mora shembull, ndoshta na kthen në realitetin e vërtet njerëzimit, që teknologjia na ka marrë para veti shumë, edhe jemi mundu këto me tregu me këtë shfaqje para publikut që mos ta merr teknologjia para vetin, më mirë të na merr njerëzoria para vetit se sa teknologjia. Edhe po besoj që kemi arrit me përçu këtë mesazh. Tash më kujtu në reprizë në teatrin kombëtar që e patëm, më kam pyet a është shfaqja për fëmijët moshës dikon 12-13 vjet, edhe unë kam thonë që po, ndoshta më shumë është për fëmijën se sa për juve, për më të rritur. Për më të rriturit. Edhe mas shfaqjes më kanë falendëruar, më ka thonë faleminderit që më the me marr fëmijën, edhe ky ka qenë një ndër mesazhet më të mira që më ka për publikut. Që shfaqja ka arrit deri në atë pikë që me dhoni mesazhe edhe të gjenerata më arrit. Po, pikërisht, sepse këto dhe diskutohet për atë tema dhe pasi që edhe ka repriza, ka me pas edhe më shumë pjesëmarrje për persona që me të vërtet ju dohet, sepse rinia tashmë është ajo mosha ku formohen dhe është shumë delikate, kështu që për ata do të rrethojmë vetëm në këto përmbajtje të mira, por është e rëndësishme që mos ta demonizojmë po ashtu teknologjinë, të marrim ato të mira dhe ta përdorim si dohet. Po, normal, teknologjia është një ndihmës e madhe për neve, po jo deri në atë pikën që na bën shumë të varur prej saj. Kështu që po, normal, nuk duhet me na shkalu të mirat e teknologjisë, por duhet me tregu të këqija që i ka. Puna jonë si aktor, puna e teatrit është më kon pasqyrë njerëzimit që me i tregu që çto janë defektet tona. Ne jemi mundu me qit defektin ku të na pengu teknologjia. Edhe besoj që e kemi arrit. Kalojmë tek disa shfaqje tjera, cilat ndoshta ty të kanë vënë më shumë përshtypje të kalon drejsa, disa ndoshta ty në fillim, ndoshta shfaqja e parë, apo ndonjë që me të vërtet ke rezonuar me personazhin të caktuar cilin e ke luajtur. Gjitha shfaqjet që i punoj edhe i kam punuar, i punoj me shumë qef, me shumë dëshirë, me shumë dashni për punë. Po normal që ka shfaqje që të mesin në memorie gjatë. Një prej tyre është shfaqja Qeni Baskervillëve. Kam punu bashkë me kolegët e mia Djellza Dema dhe Blerina Veseli. Dy kolege fantastike që jam kënaq me to shumë, dhe ka qenë një shfaqje sfiduese se kemi pas rreth 30 personazhe të tret bashkë. Do thonë 3 aktorë me 30 personazhe. E ka qenë shumë sfiduese, ka qenë shfaqja ime e parë në atë lloj zhanre dhe ka qenë shumë punë e madhe, shumë sfidë e madhe për mua si aktor i ri, se kam qenë në vitin e 3 të studimeve kur e kemi punuar atë shfaqje. Po te unë ka ndikuar në formimin tim si aktor. Më ka ndihmuar shumë, pastaj edhe rrugtimi i shfaqjes ku ka rrugtuar shfaqjen për teatrin e për festivale rreth 2 vite. Ka qenë një eksperiencë e mrekullueshme që është një ndër shfaqjet që për ne më kam jetë në memorie, edhe nëse janë mundësitë e kisha rikthy prapë edhe ndonjë reprizë për publikun. Çfarë ndjenje është më shkruani shfaqje në festivale të ndryshme? Është ndjenjë shumë e mirë se festivalet janë për me na mbledh prej këtë rojeve, prej këtë vendeve, edhe me i tregu përvojat tona, me i kallëzu eksperiencat tona. Po sidomos edhe publiku që është i ndryshëm, domethënë për festival në festival, për qytet në qytet, është eksperiencë tepër e mirë sepse është e bën një përvojë të mrekullueshme para publikut. Pastaj është edhe kjo gara ku gjithmonë je nethe, netha e kam fjalën për mirë gjithmonë. Po. Është një eksperiencë e mirë rrugtimi nëpër festivale. Ndihmon shumë, një koleg shumë, një njerëz shumë, publik shumë, kështu që është eksperiencë shumë e mirë. Cilat festivale ndoshta ty të kanë pëlqyer më shumë ti që ke shku ke kalu më së miri? Në gjitha festivalet kam kalu shumë mirë. Unë kur kam qenë i ftuar me shfaqje, mikpritja ka qenë fantastike. Jemi kënaqur shumë, na kanë prit shumë. Me qenë në Baskerville kemi qenë
Festivalin e teatrave në Suahrek, një mikpritje fantastike, publik i mrekullueshëm. Kemi qenë në festivalin e teatrave në Kumanov, Festival Ballkanik, në Kufest, edhe aty na kanë prit tepër mirë, ka pas shfaqje shumë të mira, publiku ka qenë fantastik, organizimi ka qenë perfekt, edhe gjithashtu kemi qenë edhe në vendlindjen time në Preshev, në festivalin tradicional të komedisë, ku unë në Preshev, domethënë kam qenë në shtëpitem dhe jam kënaqur tepër shumë. Po pra, keni vetën të i mirë, që ke mujtë edhe me shku me shfaqë, diçka që me të vërtet ju bën krenar. Po, sidomos po ndalë në të Presheva, ku normalisht kam qef me shfaqë para njerëzve që jam rrit me ta, para profesorëve që i kam pas, para familjarëve të mi, është kënaqësi tepër e madhe kur e shfaq punën tonë para njerëzve që të rrethojnë që i dënë. Po në fakt edhe për persona të cilët me të vërtet e vlerësojnë dhe mundën ndoshta edhe me dhënë kritika apo edhe komente, komplimente që me të vërtet e dënë që ata ta thonë trashë, domethënë, pra çka do të kanë e ka kështu pa filtra. Po këto ta plotësojnë shumë shfaqjen produktin që e kanë nxjerrë, qofshin vlerësime, qofshin kritika, çka do që merr për publikut vetëm e plotësojnë produktin që e ke shfaq për atyne. Kështu ato janë shumë të mirëpritura gjithmonë. Nga ana psikologjike, sa është të rëndë ndoshta mu shëndru në atë personazh, domethënë, edhe me dal nga personazhi pasi të përfundohet shfaqja apo përmbajtja tjetër që po luanë. Po, është e vështirë se kemi jetu një jetë tjetër, kemi bu tjetër kush, kemi hulumtu për qatë personazh, kush është prindët e tij, familjen e tij, punën e tij, fëmijët e tij nëse veç ka personazhi fëmijë. Do kemi mishëru me qatë personazh dhe kemi jetu gjatë qasaj kohë që e punon atë shfaqje, sado që vazhdon shfaqja me repriza, me rrugtimin e saj, kemi mishëru me qatë personazh dhe kemi jetu si qaj personazh sado që jenë s'kin. Që është në anën psikologjike është goxha vështirë sepse duhesh e mendu si tjetër kush. Kjo është ndoshta po them më vështira për kësaj pune. Po, ndoshta duhet edhe ato vejse të ndryshme që mundet me pas dikush me bo sikur diçka repetitive dhe diçka që vjen natyrshëm, kur ndoshta ju e bëni kështu me sforcim. Po, normalisht fillimi i provave gjithmonë shkon kjo që ja them me sforcim sepse nuk janë tuat. Po. Puna provave është kjo që me u bë sa më me u mëshiru sa më shumë personazhin, sa më shumë me prallën që jetu e tregu, edhe me të shumë të natyrshme ato veprime, gjeste, reflekse, çdo do qofshin ato me ardhur shumë natyrale. Kjo është puna e provave dhe mundohemi për atë punë me dhënë maksimumin në prova gjithmonë që kur të dalim para publikut, publiku mos me pa bleronin, po me pa çat personazh, me jetu me atë personazh. Përmendëm pra hyrjen në personazh, po dalja, pra si ndjeni kur përfundon shfaqja edhe kthehemi nesër në vleronin e zakonshëm. Është ndjenje mirë edhe kjo kur sidomos pas premierave, kur ke bëni punë, edhe ka ardhur publiku e ka pa, dita e nesër zakonisht është me vlerësime, me kritika. A ju mungon pak ndoshta? Normalisht të mungon se e gjejmë vetën shpesh duke e marrë shembull çat personazh. Nëse jemi duke bisedu diçka, ky personazh e kishte thonë kështu. E marrim shembull shpesh, kështu që po lidhemi edhe emocionalisht me atë personazh. Domethënë nëse përfundon shfaqja, nuk e lëmë personazhin anash që mu harru më ajo punë. Po jo, vazhdojmë edhe diskutojmë prapë edhe pas shfaqjes, bisedojmë që çka ka mujt me bëu më mirë ose çka ka pas të mirë ose çka ka pas defekte ai personazh. Gjithmonë është me ne, secili personazh që e punojmë. Po edhe ato gabimet, ndoshta edhe ato defektet e personazhit janë ato që e bojnë edhe më njerëzore, domethënë, dhe e japin karakter, e japin një ngjyrë, domethënë personazhit që me të vërtet dikush nga publiku mundet me gjetë vetën edhe me reflektu ndoshta. Normal, personazhet janë njerëzor, nuk janë perfekt. Siç ja gjejmë të mirat personazheve, ashtu duhet me ja gjetë edhe gabimet ose defektet secilit personazh, që me qenë sa më njerëzor edhe sa më i natyrshëm para publikut. Kështu që po, edhe ato defektet e plotësojnë tepër shumë, janë kyçe në ndërtim të karakterit. Në këtë sens, ndoshta nuk kemi vetëm strikt personazhe pozitive dhe negative. Po,
nëse shikojmë si personazh pozitiv, edhe ai ka diçka negative. Ndonjë ves ose çka do të qoftë, po edhe personazhi negativ duhet me pas diçka pozitive. Duhet me pas një ndjenjë, një diçka duhet me pas, nuk mundet me qenë veç negativ, gjithçka negative. Kështu që njëna patjetrën nuk shkojnë. Cila është më vështirë me lujt? Dyjet janë të vështira, po ndoshta personazhi negativ mundet me qenë më i vështirë se pika parë kemë shfarë diçka negative para publikut që është një përgjithësi ekstra. Personazhi negativ, do me thonë, duhesh me jetu me çato negativitetet e shumta që i ka, mi gjetë diçka pozitive. Që personazhi negativ ndoshta mundet me qenë pak më i vështirë me u ndërtu si karakter edhe me u lujt. Dua të rikthej tek shfaqja e parë, cilën keni marrë pjesë. Shfaqja e parë profesionale që ka marrë pjesë është vdekja e hishme në teatrin e qytetit Preshevë. Ka qenë një ndjenjë fantastike, se ka qenë shfaqja ime e parë në qytetin tim, edhe shfaqja ime e parë profesionale. Publik kemi pas shumë, edhe për mu si student atë kohë, kam qenë vitin e dytë të studimeve, ka qenë emocion tepër i madh. Nuk kam mujtë edhe me kontrollu shumë emocionet pasi ka përfunduar shfaqja, shkaku i reagimeve, shkaku i punës të madhe që në fund do aprovu nga publiku. Kjo është ndjenja më e mirë që e kam për teatrin e qytetit Preshevë. Shfaqjen e parë që e kam punu si studentore ka qenë shfaqja paradoks, ka qenë shfaqje pa tekst, detyrë e departamentit regjisë teatrit, në regjitë e Reta Rexhepit, kemi lujton Yzeir Meha, Albana Gashi dhe Lorent Pacolli. Kjo ka qenë është hera parë që kam dalë skenë në detyrën e regjisë. Po si shfaqje profesionale mbetet shfaqja vdekja e hishme në teatrin e qytetit Preshevë. Pikërisht ajo pas ka qenë në vendit tuaj, pra me të vërtet ka emocione më shumë, pra përjetimi është krejt ndryshe. Shumë emocion i veçantë, shumë emocion i mirë. Puna ka qenë me kolegë fantastik, me aktorët e teatrit të Preshevës, ka pas edhe aktor nga Gjelani, nga Vushtria kemi pas Blerinën. E kështu me radhë ka qenë një ekip fantastike që kemi punu për gati 3 muaj dhe ka dalë një produkt shumë i mirë që e kam pritur tepër mirë publiku. Çka duhet të ketë një aktor sipas teje? Ambicie, përgjithësishëm edhe duhet me qenë shumë punëtor, edhe mos me u dorëzu kurrë. A keni pasur ndoshta momente kur keni menduar ndoshta që aktrimin nuk është për juve? Momente demotivimi, ndoshta mundem me thonë. Ndoshta jo deri në atë pikë, po ka normal, si çdo profesion, si çdo punë që e bëjmë, i ka ato dëshpërimet e veta që të dëshpëron ndonjë proces ose ndonjë punë, po jo, dashnia për këtë punë nuk na lën me u dorëzu pe këtij Po dhe rimëkëm bëni kështu shumë më shpejt. Shumë më shpejt, sidomos kur rrethohesh me bashkëpunëtor pozitiv, energjik që ta shton energjinë dhe dashninë për punë, kjo e bën edhe më të lehtë. Pikërisht rreth është shumë i rëndësishëm si në shoqëri, si në punë, pra. Gjithmonë duhet ta rrethojmë veten me persona që nuk kanë ndoshta atë ambicie të këqija ose ndonjë lloj xhelozie për njëri tjetrin, janë ato që me të vërtet vret ajo energjia, mundem të thonë negative në këtë rast. Sidomos tek projektet e artit, sepse arti është diçka që ndjehet, pra. Publiku mundet me vret shumë diçka shpejt, ndoshta një mesazh mundet me kap më njëherë, mundet me interpretu një shfaqje në mënyrë shumë personale që ka mu vret. Po, ceka dhe në fillim që energjia ndikon tepër shumë në shfaqje, si në prova, ashtu edhe para publikut, edhe publikun nuk mundesh me gënjy. Nuk i mundësi me gënjy, sepse publiku është për ty aty, edhe nuk i ik asnjë detaj. Për këtë arsye është mirë me qenë ekipa shumë pozitive, shumë energjike dhe më rrethu për njerëzve të mirë, që unë e kam fatin. Po ashtu, ju keni prek edhe nga ana e filmit apo serialet. Si ka qenë kjo si eksperiencë dhe cilat ato të mirat edhe të këqija të kësajna? Ose vështirësitë ndoshta mundemi me thonë. Normal, serialin, filmin e shohin një audiencë më gjanë se teatrin. Ka një audiencë më të madhe, edhe kjo ndoshta është e mira që
njihesh për njerëzve më shumë, edhe i merr vlerësimet edhe në për rrugë, edhe në për kudo që ta kanë njerëz, i merr vlerësimet ose kritikat, çka do të qofshin, të plotësojnë për ditë, se merr gjithmonë mendime për njerëzve. Me film tash e kam pas eksperiencën e fundit në filmin Kur Storia vjen nga ajri, film i metrazhit shkurt, në regji të Jan Saqipit, skenari ka qenë nga Mentor Kurti dhe Beden Alimi, ku në role kryesore kemi qenë unë edhe Lum Veseli, dhe gjithashtu kanë qenë në rolet e tjera Avni Dalipi, Valire Haxhia Zeneli, edhe Fitim Saqipi. Tash filmi për momentin është duke vazhdu rrugtimin nëpër festivale, së fundmi ka qenë në gjysmën finale të festivalit Indianapolis, edhe po presim rezultate të mira. Ka qenë eksperiencë fantastike, një punë shumë e mirë me Jonin, me Lumin, me Avnin edhe pjesën tjetër të ekipit. Kam kalu tepër të mirë dhe po pres rezultate pozitive edhe nga festivalet. A kërkon kjo ndoshta më shumë punë, më shumë ekip, më shumë detaje, pra xhirimet e ndryshme? Po, normal, sepse ka më shumë kategori që punojnë, janë pjesë, përpos pjesës artistike, janë edhe pjesa teknike, kamerat, grimi, toni e kështu me radhë. Kështu që ekipi është më i madh dhe filmi të familjarizon me më shumë njerëz. Më thonë një non-stop me çata njerëz derisa të kryen xhirimet edhe të bëhen si një familje e dytë për ty. Kështu që po, me filmin ki më shumë kontakt me njerëz. Pavarësisht që ka qenë filmi metrazhit shkurt, prapë se prapë ka një dedikim, ndoshta më ndryshe, po. Normal, po, edhe pse ka qenë filmi metrazhit shkurt, prapë ka qenë puna jonë ka qenë në maksimumin tonë kemi dhënë edhe në xhirimet e këtij filmit, xhirimet kanë zgjat 3 ditë, nëse s'gaboj, kanë zgjat 3 ditë, edhe kemi punu gjatë, ndoshta prej mëngjesit deri në mbrëmje, po ka dalë një rezultat i mirë. Në premierë publiku ka pritë tepër mirë edhe po besoj që në festivale e presin mirë. Duket se ju si aktor, ndoshta duke marrë parasysh edhe rrjedhën e punës edhe intensitetin, sepse kur e mrin, domethënë, dhe mu përfshi, domethënë, me një rat mirë dhe kur ke punë, domethënë, konstant, kjo është shumë e mirë, por edhe është sfiduese. Pra nuk e ndoshta aq kohë të lirë sesa për shembull që kemi një orar prej 8-ve deri në 5 ose pak a shumë kështu, një orar 8 orësh brenda ditës. Pra. Jo, ne nuk e kemi fatën me pas atë orar, ndoshta ndodh ndonjëherë me pas edhe më shkurt se 8 orë, po zakonisht e dim orarin kur e fillojmë punën, po jo sakt kur e mbarojmë. Që varet prej intensitetit punës, prej vullnetit në punë që është atë ditë. Kështu që me orar ndodh që mbesim shumë gjatë, ndodh që mbesim ndoshta 8 orë si punët e tjera, po nuk e kemi një orar të sakt. Orari është shumë fleksibel, dallon prej intensitetit punës që bëhet. Po. Atëherë cili do të ishte mesazhi juaj për aktorë të rinj që ndoshta kanë një ambicie për me qenë aktor, duan me qenë aktor në të ardhmen dhe duan pikërisht ndoshta edhe teatrin goxhashëm. Për të rinjt që dojnë me vazhdu këtë rrugtim, duhet me di që është një rrugtim i vështirë, nuk është i lehtë, po nëse është një ëndër e juve, ëndrrani, realizohet, me punë realizohet, po do shumë punë. Shumë përkushtim, shumë përgjegjësi edhe shumë dashni për këtë profesion. Atëherë, faleminderit shumë që ishit sot në studio dhe i ndot këto informacione kaq të mira dhe këto eksperjenca, këtij rrugtimi kaq të pasur me shumë shfaqje dhe pjesëmarrje. Faleminderit shumë juve për ftesën, ishte kënaqësi. Dashur shikues, kaq kishim për sot, mos harroni të riktheheni nga hëna në të premten nga ora 17 dhe deri në takimin e radhës, mirupafshim.